Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot në një hadith I cili është edhe më kërcënues, po e tham kështu kushtimisht, thot se shahidit, ai që vjen shahid që është shkolla e lartë, gradë e lartë, vetëm pejgamberët mundën me kalu shahidave, edhe njerëzit siddiqin ata që e arrin mojen e sinqeritetit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, shahidit I falet çdo gjuna në pikën e parë të gjakut që I vjen tokë, shahidit luftës është fjala, pos borxhit. Unë eronke, me u falë gjitha gjënohet, çdo gjëna tjetër. Pos borxhi nuk I falet, edhe në ditën e gjykimit me ja kërku personi që I ka pas borxh, me ja kërku borxhin, në të vërtetë kjo është eron për ata dhe besimtari nuk futet në borxhe, nuk hyn në borxhe pa e pas një zër, edhe pa e pas ndonjë nevojë kogje emergjente ose kogje të rëndësishme, për ndryshe për lukse nuk futet në borxhe. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam lutej që mos me ka borxhet. Edhe në mesin e lutjeve që I bënte pejgamberi alayhi salatu wassalam, thoshte Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. O Allah, kërkoj prej Teje mbrojtje nga pikëllimi dhe nga mërzia, e disa tjera, dhe në fund thoshte wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Kërkoj prej Teje mbrojtje Allah me mujt borxhet, me lshu borxhet, edhe me më hyp në qaf njerëzit. Njerëzit e tjerë. Kjo doa nuk ka orë rastisht për pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kjo doa tregon që pejgamberi alayhi salatu wasallam përveç që ju ka rujt borxhit shumë, po I tregon edhe shokët vet që ruani borxhit. Mos u lshohini në borxhe. Do të thonë çka ju shkon në mend, çka do që doni me bova, me ble, ose doni me postion, hati se him borxhna. E morëm borxh, e morëm në kredi, s'është problem. Përveç që kreditë sotit dihet, domethënë që kanë tretmanin e tyre mirë, po thonë borxhi si borxh, edhe nëse është kredi, edhe nëse nuk ka mund të, domethënë nuk është I preferuar.